është me një dhimbje të mprehtë në kokë, që të pengon të punosh, të lexosh apo edhe të mendosh qartë. Apo ndoshta ke përjetuar një dhimbje koke në mes të ditës kur je i lodhur, i stresuar apo i uritur? Dhimbjet e kokës janë një problem universal, i përbashkët për të gjithë, pavarësisht moshës, gjinisë apo stilit të jetës, në vend që të konsumojmë ilaçe farmaceutike çdo herë që kemi një shqetësim. A nuk do të ishte më mirë të përdornim një kurë natyrale, efektive dhe të shëndetshme? Kjo është ajo që na ofron kombinimi i qumështit, mjaltit dhe kanellës, një formulë e thjeshtë që vepron si balsam për kokën, mendjen dhe trupin. Ky artikull është një udhëtim i detajuar në botën e kësaj kure natyrore, ku do të mësojmë se si funksionon, pse është efektive, si të përdoret saktësisht, cilat janë përfitimet shtesë dhe cilat gabime duhet të shmangim. Përveç kësaj, do të shohim edhe disa sekrete të lashta të mjekësisë natyrore, të mbështetura nga kërkime shkencore moderne. Çfarë është saktësisht kjo kurë? Në thelb, kjo është një pije e ngrohtë për trupir, zakonisht në mbrëmje, që përmban qumësht të ngrohtë, i cili ka efekte qetësuese dhe ushqyese, mjalt natyral, që është i mbushur me antioksidantë dhe sheqerna të dobishëm. Kanellë, një erës me veti antiinflamatore dhe qarkulluese. Ky kombinim është përdorur në kultura të ndryshme për shekuj me radhë, nga Ayurveda indiane, tek mjekësia tradicionale kineze, e deri tek trajtimet natyrore të mjekëve arab dhe grek të lashtë. Pse na dhemb koka? Një vështrim më i thelluar, dhimbja e kokës nuk është vetëm një simptom, është një alarm që trupi jep për të na paralajmëruar për një problem të brendshëm. Ja disa shkaqe të zakonshme: 1. Mungesa e gjumit cilësor, pagjumësia, gjumi i ndërprerë ose gjumi me cilësi të dobët mund të dëmtojë funksionimin e trurit dhe të shkaktojë dhimbje koke kronike. 2. Stresi emocional, ankthi, presioni, mendimet e tepërta ndikojnë në sistemin nervor, shkaktojnë tension muskulor dhe dhimbje koke. 3. Dehidratimi i trurit. Kur nuk pini ujë mjaftueshëm, trupi juaj humbet ekuilibrin elektrolitik dhe kjo ndikon menjëherë në sistemin nervor qendror. 4. Rënja e sheqerit në gjak. Kur nuk hani me orar ose ushqeheni dobët, truri nuk furnizohet me energji dhe reagon me dhimbje. 5. Toksinat në organizëm, akumulimi i mbetjeve të dëmshme nga ushqimet me shumë konservues, ushqimet e skuqura ose kimikatet ndikon negativisht në enët e gjakut dhe qarkullimin cerebral. 6. Probleme hormonale, veçanërisht te gratë, ndryshimet hormonale gjatë ciklit menstrual, shtatzënisë ose menopauzës ndikojnë drejt për drejt në trurin e ndjeshëm. Pse funksionon kura me qumësht, mjalt dhe kanellë? Le të zbërthejmë fuqinë e secilit përbërës. Qumështi, ushqim për trurin dhe sistemin nervor. Qumështi përmban kalcium, i cili qetëson sistemin nervor dhe ndihmon në transmetimin e impulseve nervore. Vitamin D, që ndihmon në balancimin e hormoneve dhe përmirësimin e humorit. Triptofan, një aminoacid që ndihmon në prodhimin e serotoninës dhe melatoninës, hormonet e qetësisë dhe gjumit. Proteina të plota, që ushqejnë qelizat e trurit. Kur pihet i ngrohtë, qumështi ndihmon trupin të relaksohet dhe ndihmon në prodhimin e melatoninës natyrale, e cila është thelbësore për të parandaluar dhimbjet e kokës të shkaktuara nga pagjumësia. Mjalti, energji e pastër dhe antioksidant të fuqishëm. Mjalti është burim natyral glukoze, që furnizon trurin me energji të menjëhershme, i pasur me antioksidant, që mbrojnë enët e gjakut nga dëmtimet e radikaleve të lira. Antibakterial dhe antiviral, që ndihmon në luftimin e infeksioneve që mund të shkaktojnë dhimbje koke. Qetësues nervor, që ndihmon në relaksim dhe pushim të thellë. Mjalti gjithashtu përmban enzima që ndihmojnë tretjen, duke shmangur dhimbjet e kokës që vijnë nga problemet me sistemin tretës. Kanella, luftëtarja e inflamacionit. Kanella përmban cinamaldehid, një substancë që redukton inflamacionin në trup. Efekte natyrale kundër dhimbjes, të krahasueshme me disa analgjetik të lehtë, përmirëson qarkullimin e gjakut, që ndihmon në shpërndarjen e oksigjenit në tru, rregullon sheqerin në gjak, duke shmangur krizat që çojnë në dhimbje koke. Ajo ka veti edhe antibakteriale dhe antifungale, duke ndihmuar në pastrimin e trupit nga toksinat që ndikojnë në trurin ton. Sita
përgatisin këtë kur në mënyrë perfekte, përbërësit, një gotë qumështi ngrohtë, rreth 200-250 ml, një lugë çaji mjalt natyral, lugë çaji kanellë pluhur, ose një copë shkop kanele që e zien në qumësht për 5 minuta. Udhëzimet: ngroni qumështin në zjarr të ulët, mos e zieni, hiqeni nga zjarri dhe shtoni mjaltin, përzieni derisa të tretet, shtoni kanellën, përzieni lehtë. Pijeni ngadalë ndërkohë që qëndroni të qetë në një ambient të errët dhe të heshtur, kur ta përdorni për rezultat më të mirë në mbrëmje para gjumit, për të ndihmuar trupin të pushojë dhe të qetësohet, kur ndjeni fillimet e një dhimbjeje koke. Pas një dite stresuese, për të relaksuar mendjen dhe muskujt pas ushtrimeve fizike, për të rehidratuar dhe ndihmuar rigjenerimin, përfitimet të tjera magjike të kësaj kure, parandalon migrenat kronike, përmirëson cilësinë e gjumit, forcon sistemin imunitar, ndihmon në balancimin hormonal, qetëson stomakun dhe tretjen, lufton lodhjen kronike, rrit përqendrimin dhe funksionin kognitiv, këshilla shtesë për më shumë efekt. Përdorni qumësht bajame nëse jeni intolerant ndaj laktozës, zgjidhni mjalta të papërpunuara, jo ato komerciale, shmangni pijet me kafeinë ose alkool para ose pas kësaj kure. Ndizni një qiri aromatik ose pak muzikë të lehtë për një efekt relaksues maksimal. Kur duhet të shmangni këtë kur, nëse vuani nga diabeti i tipit 1 ose 2, pa lejen e mjekut, nëse keni alergji nga qumështi ose kanela, nëse jeni në dietë shumë të rreptë për arsye mjekësore. Gratë shtatzëna duhet të konsultohen përpara konsumit të kanelës në sasi të mëdha. Përfundim: ktheu tek natyra, gjej qetësi dhe shëndet në një botë ku jemi rrethuar nga zhurma, stres dhe ndotje. Trupi ynë ka nevojë për kujdes, qetësi dhe ushqim natyral për mendjen. Kura me qumësht, mjalt dhe kanel nuk është një mrekulli farmaceutike, por një rikthim në mençurinë e natyrës, në atë që trupi ynë njeh dhe pranon me lehtësi. Provoje. Nuk do të kushtoj shumë, por mund të shpëtoj nga ditë të tëra të lodhjes, tensionit dhe dhimbjes. Trupi yt do të falënderojë.